Vëzër, besimtarin Allahu Dhul Gjelal e ka urdhëruar që të jetë i pastër në çdo aspekt të jetës së tina. E ka urdhëruar që të jetë i pastër në besim, që të jetë i pastër në moral, që të jetë i pastër në veprat e tija, që të jetë i pastër në sjelljet e tija, që të jetë i pastër në fjalorin e tina. Por Zoti te bareke ve teala e ka urdhëruar besimtarin që stoliset me virtytet më të mira dhe më të bukura, në mënyrë që ta plotësojë atë fetarinë e tij, në mënyrë që ta plotësojë ato me të cilën e ka kërkuar Zoti te bareke ve teala. Pra Allahu i Madhreshëm ka urdhëruar prej besimtarëve që ta zgjedhin më të mirën e fjalëve të tyre, që me fjalët e tyre të jenë gojëamër, të jenë fjalë mirë, që të jenë optimist, me sjelljet e tyre, me karakteret e tyre që të jenë të mirë, që të jenë të dobishëm, të adojnë të mirën të tjerëve, të luten për të tjerët, të ndinë keq për hallat ose situatat e të tjerëve kështu me radhë. Kjo është prej karakterit të mirë dhe të shëndoshëm besimtarit. Gjithashtu Allahu i Madhreshëm na ka ndaluar prej dukurive të liga, prej veprimeve të liga, e të cilat në kohën tonë janë të shumta dhe që ne duhet të kemi kujdes e sidomos t'i këshillojmë të thotë të rinjtë tonë, treja tona që të kenë kujdes, që të mos bijnë të thotë në veprimet të cilat nuk janë të thotë në përputhje me etikën e fesë tonë të bukur. Për shembull, vëllezër, disa prej atyre dukurive i vrejmë shembull tek meshkujt, të cilat i shohim për shembull disa prej tyre që vendosin vath, ose vendosin zinxhir në përdure kështu me radhë. Stolit, Zoti te bareke ve teala i ka lënë zbukurim për gjinin femnore. Burrat nuk bën më u përngjasu të thotë grave me stoli. Mundet me pas besimtari një stoli për shembull të unazës, qoftë ajo martesës ose fëmijës ose edhe për çfarë, po që të jetë shembull e sërmit, jo arin, sepse arin e ka ndaluar pejgamberi alayhis salam, ka thënë Zoti i Madhreshëm e ka ndaluar arin, edhe thotë më ndafshin për burrat e ummetit tim. Disa për shembull i vendosin fëmijëve atë që i kanë për shembull kanë një djalë mes disa vajzave, ka për astre që i thonë, edhe ja vendosin një vath për shembull për mësysh. O vëzër, prej mësyshit, prej synit keq, prej taksiratëve, neve na mbrojnë lutjet, neve na mbrojnë duat që ja drejtojmë Zotit Dhul Gjelal, e na mbrojnë sadakat, e na mbrojnë leximi i Kur'anit, e na mbron duke ja mësuar namazin, sepse namazi është mburoj mes tine edhe punëve të liga dhe sprovave të ndryshme kështu me radhë. Jo do thotë ato bindje të gabuar ose ato tradite ose ato mendësi të cilat për shembull njerëzit i kanë mësuar dikon edhe i përvetsojnë ato edhe do thotë në jetën e tyre të mund fetare ose kështu me radhë. Po kjo është një dukuri e përhapur të cilën ne duhet kemi kujdes, nuk bën të thotë djemt ton nuk përqasu të thotë gjinisë femërore në stoli, as në veshje, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë Allahu i ka mallkuar ata burrat që u përqasojnë grave, edhe ato gra të cilat i u përqasojnë burrave do thotë. Tjetër është një dukuri do thotë mjaft e përhapur, e dukuria e tatuazheve, të cilat do thotë janë të përhapura në mos, do thotë edhe ato në mes edhe meshkujve dhe femrave. Edhe kjo është prej dukurive të liga, është prej mëkateve tek Zoti te bareke ve teala. Është prej veprave të shejtanit që ai e ka marrë përsipër, do thotë, pasi që Allah e ka përzon prej mëshirës së tina. Për shkak të mosbindjes së tij ndaj Zotit Dhul Gjelal, çka ka thonë? Ka thonë, wala amurannakum fala yughayyiruna khalqallah. Ata do t'i urdhënojnë që ta ndryshojnë krijimtarinë e Zotit Dhul Gjelal. Shumë prej komentatorëve të Kur'anit, shumë prej dietarëve të hershëm ka thonë se një prej atyre ndryshimeve të asaj natyrshmërisë së pastër në të cilën na ka krijuar Zoti Dhul Gjelal është do thotë përdorimi i këtyre tatujeve, qofshin ato do thotë që janë me figura, qofshin me shkrime kështu me radhë. Madje shumë prej tyre për shembull e bojnë ato duke qenë të pavetëdijshëm se është dukuri e ndaluar për shembull në fenë tonë.
ose diçka e ndaluar tek Zoti te bareke ve taala. Po duhet të kemi kujdes që për hapjen e atyre dukurive të liga të mundohemi vëllezër që mos t'i lë mu për hap edhe mu rrit në për ambientet tona, në për familjet tona e kështu me radhë. Edhe ka edhe shumë prej atyre dukurive të cilat kanë zonë do thot mu rrit edhe mu zhvillu kështu do thot para syve edhe vëmendjes tonë. Prandaj ai I cili e ka bërë për shembull një tatu dhe nuk e ka ditë për dispozitën e saj, ai pendohet tek Zoti Dhul Xhelal. Nëse mundet me heq për shembull që nuk ka shumë dhimbje të mëdha apo të lashta të mëdha, ato duhet me heq. Nëse nuk ka mundësi mu heq, mjafton mu pendu tek Zoti te bareke ve taala. Mi po që të jeti kujdesshëm në veprimet e tia të tjera, për shembull që mos me ndodh me shkruas, me zhyte trupin e pastër të cilën Zoti Dhul Xhelal na ka kriju dhe na I ka falë atë. Për arsye se vëllezër, neve Allahu Dhul Xhelal neve na ka falur do thot trupin tonë, jetën tonë të cilën e kemi emanet prej anës së Allahu Dhul Xhelal. Dhe ne trupin tonë, jetën tonë dhe çdo mirësi të Zotit me cilën na ka begatuar Allahu Dhul Xhelal, duhet mu mundu me trajtu edhe me harxhu me nder edhe me devotshmëri, jo me harxhu në për harame, jo me harxhu në për vende në cilat I bojmë gjuna Zotit ose Zoti Dhul Xhelal nuk është razi me te. Me marrë do thot një shembull të thjeshtë, edhe pse Zoti I takon shembullin më I lartë. Sigur prindi me I dhon fëmijës e tij në shumë të hollave. Ja jep për shembull që ko me fillu vitin akademik për shkollën, ja për shembull për me I pagu semestrin, me I bli librat e për udhëtime kështu me radhë. Ai me I marr ato dhe me I harxhu për shembull në sene të tjera, me I harxhu në për dukuritë negative. Nuk ka dyshim se prindin e tij ka me I dhënë, për arsye se ai ka prit prej tina suksese tjera dhe ka prit prej tina, prej fëmijës tina çka me I harxhu ato, po ai është I kënaqur se ku janë vendet e duhura. Në këtë mënyrë vëllezër, ne jetën tonë duhet mu mundu me harxhu frymën tonë, jetën tonë, trupin tonë në gjëra të shëndosha. Ne për shembull lodhemi kur kryjm haxhin, ne lodhemi kur bëjmë agjërimin. Ne për shembull harxhohemi kur japim sadaka, për shembull se ku ndihmojmë të tjerët. Mirë po, kur janë në punë të mira, kur janë në vende të shëndosha për to shpërblehemi tek Zoti Dhul Xhelal. Mirë po me harxhu trupin tonë duke nejt për shembull natë, ose duke pi alkohol, ose duke bërë dukuri të liga, ne harxhojmë librin tonë, edhe dëmtojmë shëndetin tonë në çka? Në gjuna ndaj Zotit te bareke ve taala. Prandaj vëllezër, ne duhet mu mundu një jetën tonë kësaj bote, që namazin tonë mos me ndo prej sjelljes së mirë, namazin tonë mos me ndo prej punës së mirë, sepse imani I shëndosh I besimtarit nuk ndohet prej karakterit të mirë, nuk ndohet prej veprës së shëndosh, nuk ndohet prej mjetit të pastër. Gjitha këto karakteristika të shëndosha përmbledhin imanin e besimtarit. Po një besimtar I mirë është I devotshëm në xhami, po është I devotshëm edhe në rrugë, po është I devotshëm edhe në familje, po është I devotshëm edhe në punë, po është I devotshëm edhe me shokët, po është I devotshëm edhe me kolegët e kështu me radhë. Kjo është ai shembull, ai karakteri I mirë që Zoti I Madhreshëm e ka dërguar pejgamberin e tij, I cili çka thoshte njerëzve, ejuhen nas, inni bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. O ju njerëz, mua Zoti Dhul Xhelal, mu ka dërgu për çka? Për mi përsos virtytet morale tuaja, duke u udhëzuar për të mirë, duke u ndaluar prej punëve të liga, duke ja mësuar sjelljet e mira, duke ja mësuar virtytet e shëndosha, duke ja mësuar punët që I të Zoti Dhul Xhelal. Sepse ne nëse nuk jemi të udhëzuar, ne nuk I dim punët që na çojnë tek kënaqësia e Zotit Dhul Xhelal, apo nuk E dim punët të cilat na çojnë te I dhënimi I Allahut Dhul Xhelal. Po në anën tjetër është edhe mëkat që kur e dim një vepër të mirë dhe nuk e bëjmë, ose e dim një vepër që është e keqe dhe nuk ndalohemi prej saj. Edhe kjo është do thot mungesë e imanit që besimtari duhet me reflektu se është gjallë në jetën e tina, që mos t'i vi fundi I tina pastaj t'jeti pendur apo shpejt keqardhë për jetën e tina,
po të jetojmë jetën në atë mënyrë që Zoti është i kënaqur dhe ditën kur i kthehemi Allahu dhul xhelal të na pret neve respekti dhe dinjiteti që ka hije besimtarit dhe që shpritet tek Allahu te bareke ve taala. Që i thuhet ja ejuhen nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. O ti shpirti i bindur plotësisht tek Zoti dhul xhelal, shpirti i bindur në Allahu dhul xhelal. Kthehu do thot tek Zoti yt i kënaqur, dhe ai duke qenë i kënaqur me ty. Hyn në mesin e rrugëve të mi dhe hyn në xhenetin tim. Këto janë fjalët kur besimtari adhuron shpirtin e Allahut dhul xhelal. Dhe këto janë ato fjalët përgëzuese që Zoti ja drejton robët e tij besimtar, që e ka kalu jetën e tij me besim, që e ka kalu jetën e tij me punë të mira dhe e ka kalu jetën duke shpresuar në faljen dhe mëshirën e Allahut dhul xhelal. E lutem Zotin te bareke ve taala që të na mësoj që jetën tonë ta kalojmë me besim, me iman, me punë të mira. E lutem Zotin e Xhan që të na udhësoj ka virtytet e larta, dhe të na pastroj prej mëkateve, sjelljeve të kurive të liga. E lutem Zotin e Xhan që të na ruaj neve, fëmijët tanë dhe gjithë besimtarët. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.